Se erdhi kush edhe në mes i çoi një mesazh, i thash, mirëmëngjes, thash, faleminderit, thash për nimën tonë, për sërkush. Ja çova edhe video në shtëpisë. Atëherë vazhdoi komunikimi tjetër. Ku dëgjon çka ka shujtë zotëria. Jemi ende thot në terren, në shkozetën e Knet, kemi evakuuar 250 familje. Thot jemi ende në terren pranë zonave të banuara në shkozetën e Knet, kemi evakuuar 250 familje derisa të stabilizohet situata. Do të sjell pompën patjetër. Patjetër. Komunikimi është ditën e sotme në orën 7:53 minuta, po. Ndërkohë që ora shënon 16:06, gjashtë ende nuk ka asnjë reagim. Si Gjan Fari që kam thënë një mesazh, okay, që s'disha që të thojë më shumë. Thashë, çfarë bëjmë unë shkrajti? Më thoni ju. A keni bërë një bilanc sa është dëmi dhe a keni kontaktuar veç ministrit me ndonjë nga strukturat e qarkulltuesit për Zotëri, as një numër nuk del. Bjerë ku ndush telefon emergjencisë dhe numri 500 zile kotës kthe as i përgjigje. Ju që ju poshtë, ju thirra, marrë me pas situatën. S'kam që tjetër. Me kamerën Paruca mund të shikojmë pak dhe situatën që është në brenda në banesë, siç duket qartë, besoj niveli ujit dhe nga pjesa e poshtme të këmbët, është parketi i banesës thuajse ka dalë jashtë përdorimit, si shikohet edhe nga këto pamje. Dhe është e pamundur normalisht që tysh situata është Kjo është kështu që dje nuk të riqet fare ujë? Nuk ka të rreqe fare, tha zotëria, nuk e kupton arsyen, edhe ka tentuar me mundësitë e veta me pompa që i ka për të bërë të mundur largimin e ujit, po si shta është e pamundur dhe i ka kërkuar ndihmë dhe ministrit të mbrojtjes zoti Piro Vëngu. Ai megjithëse ka premtuar që do ta ndihmojë duke sjell një pompë për të bërë të mundur largimin e pjesës të ujit, siç duket qartë, Paruca thuajse kjo është le të themi dhoma e ndjenjes ku çdo gjë ka dalë jashtë përdorimi, një pjesë e gjërave duken janë lëvizur për të shmangur dhe për të minimizuar dëmet, është një nga banesat e cila le të themi të paktën nga ato çfarë kemi vizituar këtë ditë, duke qenë se jemi që nga mëngjesi i ditës së sotme në Durrës, në Shkozet, në zonën e Ish-Knetës, është një nga banesat me dëmet më të shumta kur uji ka depërtuar dhe ka shkaktuar një dëm shumë të madh, jo vetëm pjesa e brendshme e banesës, por do dalim më pas dhe në obor ku duket qartë që niveli i ujit është goxha i lartë dhe siç tha zotëria nuk largohet dhe nuk lëviz me gjithë tentativat, ai së bashku me të afërmit e tij për të bërë të mundur largimin e ujit për le të themi për të minimizuar dëmet dhe më pas ndoshta për të rifilluar dhe rregullimet e mundshme për të rikthyer sa më parë në banesë, pasi siç tha, familjen e tij ka zhvendosur në Tiranë, pasi këtu duket qartë që është e pamundur për të jetuar, është e pamundur që le të themi të funksionojë dhe energjia elektrike për shkak se mund të shkaktojë dëmtime të tjera dhe megjithatë, me gjithë këto dëme kaq të mëdha nuk është se ka një reagim, është siç e thash një nga banesat e cila le të themi ka dëme kolosale dhe prej paktën disa orësh, siç tha zotëria, ka tentuar të komunikojë me strukturat e qarkut të Durrësit për të kërkuar le të themi ndihmë, por është e pamundur, numrat sipas tij janë jo funksional dhe pasi na kontaktoni erdhën për ta parë nga afër banesën dhe pamjet le të themi që flasin vetë, ndoshta komentet janë të tepërta, është një nga banesat në cilat pamjet flasin më shumë se sa mund të flasim ne. Uji ka depërtuar në të gjithë katin e parë, këtu poshtë me është parketi që lëviz her pas here, se dhe në pjesën që ne hymë në pjesën e hyrjes duket qartë një pjesë e parketit ka dalë jashtë funksioni, siç shikohet edhe nga pamjet, ndërkohë që tani Paruca po dalim në pjesën e oborit ku niveli i ujit është akoma më i lartë se në banesë, siç shikohet dhe nga pamja zotëria ka vënë disa thas me rër, siç kemi hasur në disa banesa të tjera për tentuar dhe për të bllokuar që uji të hyjë në nivel më të lartë në banesë. Kjo është le të themi niveli i ujit në pjesën e jashtme të oborit, është e gjithë hapësira para banesës Paruca ku niveli i ujit siç duket qartë, besoj është goxha i lartë, është jo vetëm në pjesën
ku jam unë është në pjesën anash, por dhe pas me, është i njëjti nivel, nuk është se le themi diku ka një nivel më të ulët dhe këtu është më lart, edhe në pjesën e hyrjes në rrugën, në rrugicën që të fut në banesë, niveli i ujit është si jemi këtu në oborin e kësaj banese, janë gjithashtu dhe disa banesa të tjera, po le themi këtu në këtë banesë duke qenë se është nga të parë, është një rrugicë e cila me sa duket duke qenë se banesa është nga të parë dhe dëmet dhe depërtimi i ujit ka qenë më i shpejtë dhe ka shkaktuar dëme shumë të mëdha siç e pam. Ndërkohë që situata vazhdon të jetë e njëjtë, para pak minutash kishte dhe disa rreshje shiu të cilat ishin të një intensiteti shumë të lartë, ende nuk di ndoshta në orë e darkës nëse do të kemi sërish rreshje dhe le të themi pa ndërhyrje, pa marr ndonjë mazë, do të jetë shumë e vështirë për këto banorë dhe të gjithë banorët e zonës Knetës dhe të Spitalës, do të jetë shumë e vështirë ndoshta për kaluar këtë situatë, pasi nëse do të kemi rreshje të forta shiu dhe për shkak të bllokimit të kanalizimeve të ujërat bardha e të zeza, do të jetë e pamundur, do duhen disa javë ndoshta për të kaluar këtë situatë në këtë zonë. Pasi paruca ajo që duhet të theksojmë dhe duhet vëmë në dukje siç thon banorët, le të themi që këto përmbytje nuk kanë ardhur për shkak për të intensitetit të rreshjeve, por kanë ardhur për shkak të dhe më thënë shiu, intensiteti shiut, po ka qenë pak minuta, ka ardhur për shkak të bllokimit të kanalizimeve të ujërave të bardha dhe të zeza, në aq pak minuta shi, ato nuk kanë mundur të mbajnë dhe kanë shpërthyer duke përmbytur një pjesë të konsiderueshme të banesave të cilët janë pikërisht në zonën e Knetës dhe të Spitalës. Banorët thonë se kanë pasur her pas here ndër vite përmbytje, por si këtë herë paktën një pjesë e tyre që janë prej 30 vitesh që banojnë këtu, si këtë herë thonë ata asnjëherë nuk ka ndodhur një përmbytje e tillë dhe ku uji të mos lëviz, siç tha zotëria edhe vetë para kamerës, uji prej disa orësh nuk lëviz, është e pamundur dhe me pompat, paktën që kanë banorët, nuk janë pompa profesionale, ka qenë e pamundur që të largohet uji dhe prej disa orësh niveli vijon të jetë i njëjtë, ndërkohë që le të themi nuk ka asnjë ndërhyrje nga institucionet përgjegjëse të emergjencave civile pikërisht në qarkun e Durrësit dhe në bashkinë e Durrësit. Ato shprehen se kanë tentuar të komunikojnë me këto institucione përkatëse për të marrë ndonjë ndihmë, se ndoshta më pas le të themi evidentimi i dëmeve do duhet disa kohë. Paktën siç e thash, do duhet disa ditë që të largohet uji dhe gjithë ky nivel i lartë të ujit, ndërkohë që siç shikohet paruca edhe nga këto pamje jemi pikërisht në rrugicën hyrëse që të sjell në këtë banesë, por dhe përballë me mund ta shikojmë duket qartë që e gjithë rrugica dhe gjithë banesat në këtë rrugicë në zonën e Ish-Knetës është thuajse e përmbytur, e gjitha niveli i ujit është uniform nga fillimi deri në fund të kësaj rrugice dhe banorët në pjesë e mirë e tyre me sa shikojmë dhe me sa po transmetojmë janë të thuajse të izoluar, nuk mund të lëvizin normalisht, ndërkohë që një pjesë e tyre mund të kenë dhe probleme shëndetësore, mund të kenë dhe persona të cilët mund të kenë probleme shëndetësore dhe kanë, le të themi, nevoja bazike, paktën në disa banesa në të cilat ne kemi qenë dhe kemi mundur që tym përveç dëmeve dhe përveç kufizimeve, thuajse le të themi izolimit total të tyre, një pjesë atyre familje kanë pasur dhe persona të cilët janë të sëmur apo janë të paralizuar dhe për shkak të përmbytjeve dhe për pamundësisë për mos lëvizur, kanë pasur të pamundur që të marrin shërbimet apo ilaçet apo mjekimet të cilat ato i kanë të nevojshme. E qartë, kjo është situata atje, duket që as pompat as gjë tjetër nuk jep dot zgjidhje, se nga do që ta hedhësh ujin aty është gjithçka e përmbytur, vetëm zhbllokimi i kanaleve ose nuk e di nëse ka probleme të strukturës, pastaj të gjithë kësaj vepre që është bërë për të kulluar, mund ta zgjidhte këtë. Nuk di nëse ke dëgjuar qoftë nga banorët atje, nëse ka po zhvillohen ndërkohë punë për të zhbllokuar këto kanalet që do ta largonin ujin, apo nuk ke informacion?
paktën banorët që kemi kontaktuar në zonën e Knetës, por dhe të Spitallës, na kanë thënë që me gjithë tentativat e tyre për të komunikuar dhe për të kërkuar ndihmë, paktën asnjë nga institucionet që janë përgjigje nuk kanë reaguar. Madje një banor në një lidhje të mëparshme ishim në një tjetër banesë, po në këtë zonë na tha që kishte komunikuar me forca të zjarrfikse për tentuar dhe për të larguar ujë nga banesa e tij, dhe forcat zjarrfikse i kishin thënë që dhe ato janë të bllokuar dhe kanë të pamundur që të lëvizin, pasi sipas tyre i gjithë Durrësi është i përmbytur dhe nuk kishin mundësi që ta ndihmonin apo të lëviznin mjetet e tyre për të larguar një pjesë të ujit nga banesa e tij. E qartë, kjo është situata atje prej 24 orësh, pra ujë vijont mbetet në lagjet e Durrësit. Klajdi, unë të falenderoj, ishte Klajdi Bodlli, drejt për drejt nga mesi i ujit që ka pushtuar tashmë të gjithë qytetin e Durrësit, pjesën e re të këtij zonën e Ish-Kënetës. Mirë, ne vazhdojmë tani me një kronik përmbledhëse të situatës në Durrës, kryesisht ku megjithëse kanë kaluar 24 orë nga rreshtet intensive, uji vazhdon të mos tërhiqet nga rrugët dhe banesat. Kjo ndodh për shkak se hidrovori që kushtoi 20 milion euro qytetarëve të Durrësit nuk është eficient, duke bërë që